për ju, kush i shkaktoi këto ekstreme, këto pole të Kisha serbe. të këtij mjedisi kulturor që po ndodh? Kisha serbe. Pse? Ajo i ka kriju këto përçarje. Ajo paguan njerëz të dalin të vishen në petkun e Hoxhës dhe të thonë këto që thonë. Dhe kjo gjuhë e një pjesë të hoxhallarëve ka shkaktuar aksion Vjen nga serbët. Këta hoxhallarë janë të paguar nga serbët. Mendoj unë, ky është mendimi im. Duhet të keni fakte, kjo është akuzë. Po mirë, më të është akuzë. Unë them ky është mendimi im, tash është akuzë, unë them gjykat. Kjo është akuzë. Unë nuk jam në gjykat, unë jam në media dhe unë them, unë mendoj. Ju jeni të bindur që këta marrin para nga Serbia për të përhap Islamin radikal politik. Unë mendoj që këta njerëz paguhen nga qarqe serbe për të përhapur urrejtjet e ne shqiptarët. Se ju besoj ju më keni pa edhe me katolik, edhe me musliman. Unë jam akuzu nga ortodoksët e Shqipërisë, pse po i përkrah kaq shumë hoxhallarët edhe kaq shumë muslimanët. Po i përkrah sepse i meritojnë. Por në këtë rast nuk e meritojnë të përkrahen këta lloj hoxhallarësh. Lëvizja dhe çfarë? Lëvizja për rikthem kanë të drejtë në këtë rast. Janë rezultat i punës këtyre, ata lindën si rezultati prandaj dhe unë i them i ekstremit këtyre hoxhallarëve, prandaj dhe unë i them Naim Tërnavës, që Naim Tërnava nuk do të flasin atë gjuhë, vllai i dashur shqiptar, sepse nuk është faji as i lëvizjes të Çanit, as lëvizja për rikthim, fajin e kanë hoxhallarët që ti ke. Me lejo, meqense po vim tek ju aktualisht mbështetni lëvizjen për rikthim dhe lëvizjen e Deçanit, apo? Patjetër, jo vetëm ato, po edhe ato që duan të pagëzohen, ai di pse, ndjes, dua të bëj një hap klap, lutem. Kam dëgjuar shumë që thonë pse i peshgvia nuk po tërhiqet nga lëvizja e Deçanit dhe lëvizja për rikthim. Po, ka. Tash unë po flas me shumë përgjegjësi, se unë jam teolog. Nuk ka të drejtë i peshgvia që ta thotë këtë gjë ose të tërhiqet. Sepse? Pse? Sepse edhe unë të jem, kushdo që na troket në dyert e kishës dhe dëshiron të bashkohet me Krishtin, është i mirë se ardhur. Dhe i peshgvi Monsinjor Dot Gjergji e ka për detyrim t'i hapi dyert, jo vetëm këtyre që dëshirojnë të pagëzohen, po edhe sikur një mitjen e ka për detyrim shpirtëror. Edhe unë tisha nëse lëvizja e Deçanit. Normalisht që edhe unë kam dëshirë që ato të mësojnë diçka më tepër për krishtërimin, por kur ato e duan atë gjë të pagëzohen, kush jam unë që t'i kthej mbrapa? Kush është im Zot Dot Gjergji që t'i thotë jo s'ju pranojmë ne? Po Dot Gjergji prandaj është aty që thotë që ju pranojmë, që t'i konvertoj, t'i bëjnë katolik. Unë prandaj jam këtu, t'i konvertoj, t'i bëjnë ortodoks.